Ministri Ivan Stoiljković kritikohet gjerësisht për gjuhën fyese ndaj deputetës Arbana Pasholli. Ambasadori i Bashkimit Evropian u bën thirrje partive politike mos të lejojnë të humbin 4.2 milion euro. Gjykata liron nga përgjegjësia ish kryeministrin Gruevski për financimin e Pallatit të Bardhë të VMRO-s. Pas rifillimit të sulmeve ndërmjet Iranit dhe SBA-s, çmimet e naftës arrin nivelin më të lartë prej gati një muaji. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ministri i përmarrëdhënie ndërmjet bashkësive Ivan Stoiljković është duke u kritikuar për gjuhën fyese të përdorur ndaj deputetës së BDI-s Arbana Pasholli gjatë pauzës në seancën e djeshme parlamentare. Koordinatorja e grupit parlamentar të BDI-s Rina Ajdari, e cila theksoi se me fyrjet dhe sharjet e tij Stoiljković nuk ka ofenduar vetëm deputetët opozitar shqiptar, por edhe rreth 107.000 qytetar që e votuan partinë Vlen. Pothuajse të gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë reaguar ashpër ndaj ministrit të sapo emëruar të veçqeverisës lokale Ivan Stoiljković, i cili deri më tani drejtonte ministrinë për marrëdhënie ndërmjet të bashkësive. Reagimet e vijnë pasi BDI pretendon se nënkryetaria e partisë Arbana Pasholli gjatë pauzës së seancës plenare ku po zhvilloi debati për shkarkimin e ministrave është sulmuar verbalisht nga Stoiljković. E para që reagoi nga kuvendi ishte koordinatorja e grupit parlamentar të BDI-s Rina Ajdari. Ajo deklaroi se Ivan Stoiljković duhet të kërkojë falje publike për fyret e drejtuara ndaj deputetëve, ndërsa sipas saj të njëjtën gjë duhet ta bëjë edhe kryeministri. Ajdari theksoi se me fyret dhe sharjet e tij, Stoiljković nuk ka ofenduar vetëm deputetët, por edhe rreth 107.000 qytetarë shqiptar që sipas saj i kanë dhënë votën partisë Vlen. Me atë ofendim, ai ka sharë dhe ka ofenduar edhe ato 107 shqiptarët, vota që ju i konsideroni të pastra se i keni marrë. Dhe kjo është e vërteta që duhet thënë hapur. Nëse vazhdohet kështu, për ne nuk ka logjik të qëndrojmë në këtë seancë, në këtë sallë ku jemi ofenduar nga një individ i cili akoma nuk e ka marrë. Imagjinoni kur do ta marrë funksionin e ministrit, çfarë mund të bëjë ai? Ndërkohë, BDI ka shprehur solidaritet të plot për deputetën Arbana Pasholli, të cilët gjithashtu kërkojnë përgjegjësi politike të menjëhershme. Ata theksojnë se sulmi verbal ndaj deputetës së tyre është pasqyrë e mentalitetit politik të qeverisë, si shton pa legjitimitet etnik. Shqiptarët nuk do të pranojnë që përfaqësuesit e tyre të fyhen, ndërsa ata që i kanë votuar të bëhen spektator ose bashkëpunëtor të këtij degradimi politik. Ndonëse jo aq e zakontë në skenën politike të vendit, por në mbrojtjet e Pashollit ka dalur edhe deputetja e partisë Vlen, Saranda Imeri Stafaj, e cila, përveç që ka postuar një fotografi të përbashkët, ka shkruar se çdo sulm verbal ndaj një gruaje është ndër aktet më të ulta që mund të bëjë një individ. Përveç individeve, edhe Partia Aleanca për Shqiptarët ka reaguar duke thënë se gjuha e urrejtjes nuk ka vend në kuvend, ndërsa Stoiljković duhet të përgjigjet për gjuhën e tij denigruese ndaj një gruaje. Pas marrjes së votës në kuvend, mbrëm vonë sot ministrat e rinj kanë marrë zyrtarisht detyrën. Nëpër ministritë përkatës është bërë ceremonia e pranim dorëzimit të detyrës. Zgjodhi 8 ministrat e rinj mbrëm vonë, si pjesë e riorganizimit të qeverisë të propozuar nga kryeministri Christian Miskovski. Secili prej ministrave të rinj u zgjodh me 69 vota pro, pa asnjë abstenim ose kundër. Ndërkaq, ministrat nuk kanë humbur kohë as pak. Në Ministrinë përkatëse filloi më njëherë pranim dorëzimi i detyrës. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, pranim dorëzimi u bë ndërmjet ministrit të deritanishëm Fatmi Limani, i cili më nuk do të jetë ministër, dhe ministrit të sapo emëruar Gjoko Velkovski. Ministër nuk do të jetë më as Igor Filkov,
Në vend të tij në Ministrinë e Drejtësisë është ulur Jeton Shasivari nga Vlen. Më i angazhuari në këtë proces ishte ministri për marrëdhënie ndërmjet të bashkësive Ivan Selković nga Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni, i cili njëkohësisht dorëzoi dhe pranoi detyrën ministrore. Fillimisht, Agon Feratit nga Partia Vlen ia dorëzoi detyrën e më vonë pranoi detyrën e ministrit për veçqeverisje lokale, e cila deri më tani udhëhiqeshte nga Zlatko Perinski. Ndërkohë, me Ministrinë e Bujqësisë do të udhëheqë Borçe Serafimovski nga Lëvizja Znam, e cila deri më tani është drejtuar nga Cvetan Tripunovski. Një hap më lart ka shkuar Seda Sulejmani nga Vlen, i cili nga Zavenci sot edhe zyrtarisht pranoi detyrën e ministrit të kulturës nga Zoran Ljutkovi, kurse Erxhan Demir nga VMRO-DPMN u zgjodh ministër pa portofol. Të gjithë ministrat e sapo emëruar një zëri premtojnë se do të punojnë me përkushtim, transparencë dhe përgjegjësi, duke u fokusuar në zbatimin e programit qeveritar dhe përmbushjen e prioriteteve në resortet që do të udhëheqin, ndërsa ministrat paraprak kanë falendëruar për punën 2 vjeçare në dikasteret përkatëse. Ministri i deri tani Shemazir Aliu ia dorëzoi detyrën pasardhësit të tij Sasho Klekovskit, ndërkohë ky i fundit do të heqë dorë nga posti i kreut të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ai ka deklaruar se një ndër përparësitë si ministër do të jetë reformimi dhe përmirësimi i kushteve në spitalet rajonale të vendit. Ministria e Shëndetësisë dhe zyrtarisht do të ketë udhëheqës të ri. Ministri deri tani Shemazir Aliu ja dorëzoi detyrën pasardhësit të tij Sasho Klekovskit, ndërkohë ky i fundit mbajti sot brifingun me gazetarë për punën e tij 2 vjeçare në Fondin Shëndetësor, në të cilin tregoi për projektet e realizuara, ato që do ja lë t'i vazhdojë drejtori i ardhshëm edhe projekte që nuk kanë mundur t'i realizojnë. I pyetur nga gazetarët se cilat do të jenë prioritetet e tij si ministër i Shëndetësisë dhe a do të mbetet ndërtimi i qendrës klinike prioritet edhe i kësaj udhëheqjet të dikasterit të shëndetësisë, Klekovski u përgjigj se funksionin që e barti nuk është personal por publik, kështu që prioritetet e qeverisë bëhen edhe prioritetet e tij. Këto nuk janë funksione personale, janë funksione shtetërore publike. Ne kemi program të qeverisë dhe punojmë sipas programit. Çdo muaj dorëzojmë raport të punës tonë. Komenti im për prioritetet është se unë si drejtori i fondit isha i fokusuar në portofolin e fondit edhe jo të ministrisë, ku ka lloje të ndryshme të projekteve, përfshirë edhe projekte kapitale. Mund ta përsëris se fokusi i qeverisë do të jetë rajonalizimin e Shtyp, Tetov, Kërçov dhe qendra klinike. Ndërkohë për parkingun e qendrës aktuale klinike ai kërkoi kohë që të informohet se ku ka arritur procesi. Çështjen e parkingut në qendrën klinike tashmë ka marrë qyteti i Shkupit sepse menaxhimi i parkingjeve është i qytetit dhe ekziston marrëveshje mes qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjes publike, kështu që pres që ata të veprojnë, por do të më jepni kohë disa ditë që të informohem për përmbajtjen e punës së Ministrisë së Shëndetësisë për këto projekte, që të mos përgjigjem i pa informuar mirë. Pasi Klekovski nga posti drejtorit të Fondit Shëndetësor kalon në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, funksioni i drejtorit të fondit do të plotësohet nga Zlatko Perinski, i cili deri tani ka qenë ministër i veçqeverisjes lokale. Kryetari i LSDM Zvenko Filipçe vlerësoi se kaosi i djeshëm në kuvend ishte një teatër për të mbuluar dështimin e plotë të qeverisë dhe mungesën e rezultateve të Hristian Mickoskit. Qeveria nuk ka absolutisht asnjë rezultat në asnjë segment të funksionimit të saj dhe po përpiqet të krijojë një alibi për zgjedhje të parakoshme sepse tha se nuk ishte asnjë, tani duhet urgjentisht një alibi, ka theksuar Filipçe. Kur nuk ka rezultate në ekonomi, kur çmimet po rriten dhe standardi i jetesës po bie, Mickoski në vend që të ofrojë zgjidhje, zgjedh fyerje dhe kërcënime të ndaj deputetëve të opozitës. Dhe kur nuk ka rezultate, nuk ka zgjidhje. Mickoski i fyen dhe i kërcënon deputetët në parlament. Ai i quan qytetarët të lumë të shoqërisë, brejtës, mediokriter, ka zgjedhur lloj-lloj fjalësh për çmuese në të kaluarën dhe tani ka filluar të fyejë deputetët në parlament. Për më tepër, fyerët të thonë shumë më tepër për ta se sa për çdo gjë tjetër. Ambasadori i BE-s në Shkup Mihail Strokas u ka bërë thirrje partive politike që të mos lejojnë të humbë shansin për përfitimin e 4.2 milion eurove në kuadër të agjendës reformuese. Kjo është një shumë që mund të avullohet nesër deri nesër që nuk arrihet konsensus ndërmjet partive për reformën zgjedhore.
Ambasadori është pyetur edhe për rastin e projektit të kanalizimit në Korçov, për të cilën u shpenzuan mjetet, por projekti u prezentua para BE-s si përfunduar, por në teren ai është lënë për gjysmë. Është e vërtet që kemi disa probleme. E kuptoj gjithashtu se kontraktori ka falimentuar, prandaj po e ndjekim këtë çështje nga afër, ka deklaruar Rokas. Maqedonia e Veriut rrezikon të humbas mundësinë për përfitimin e 4.2 milion eurove në kuadër të agjendës reformuese, nëse nuk arrihet konsensus politik për ndryshimet në kodin zgjedhor. Afati për miratimin e këtyre ndryshimeve po afrohet, ndërsa partitë politike ende nuk kanë gjetur gjuhë të përbashkët për disa çështje kyçe, përfshir modelin zgjedhor, votimin elektronik të diasporës dhe financimin e fushatave mediatike. Për këtë arsye, ndryshimet vazhdojnë të mbeten të bllokuara në kuvend. Lidhur me këtë, ambasadori i BE-s, Mihalis Rokas, tha se një marrëveshje mund të arrihet së shpejti, pasi që ende ka hapësirë për marrëveshje dhe presin që partitë të arrijnë konsensus në ditët në vijim dhe shpreson që ky konsensus të arrihet. Ne vërtet shpresojmë që edhe sot dhe edhe nesër mund të arrihet konsensusi. E kuptoj se koordinatorët e partive takojnë çdo ditë dhe shpresoj që ky hap të realizohet. Siç e dini, tashmë është të thënë publikisht se me këtë janë kursyer 4.2 milion euro, gjë që është në dobi të qytetarëve të maqedonisë së Veriut. Prandaj shpresoj që deri në fund të ditës së nesërme të arrihet konsensusi. Ndërkaq, i pyetur lidhur me rastin e projektit të kanalizimit në Korçov, për të cilin u shpenzuan mjetet, por që projekti ende nuk është realizuar dhe nëse për këtë çështje ka hetim nga Bashkimi Evropian, ai tha se situata po ndiqet nga afër, pasi që ka ca probleme dhe në rast se nuk arrihet të zgjidhet ky problem, do të jenë të detyruar të kalojnë në fondet e rimëkëmbjes. Fondet e BE-s nuk jepen vetëm pasi një projekt të përfundoj, por ne gjithashtu monitorojmë nëse ai është zbatuar siç duhet. Është e vërtetë që kemi disa probleme. E kuptoj gjithashtu se kontraktori ka falimentuar, prandaj po e ndjekim këtë çështje nga afër. I kam kërkuar kryetarit të komunës që të më sjellë të gjitha informacionet dhe detajet që janë në dijenin e tij, sepse nëse nuk arrim ta zgjidhim këtë problem, do të detyrohemi në rikthimin e fondeve. Megjithatë, shpresoj që të mos arrim deri në atë pikë, sepse ky projekt, i cili është shumë i rëndësishëm për Korçovën, duhet të përfundojë. Ndërkaq, kujtojmë se rrjeti i kanalizimit nga Zajazi në Drugov duhet të përfundonte në vitin 2024 dhe ishte i financuar me mjetet të BE-s. Megjithatë, punimet ngecën për shkak se kompania dhe banka nga Azerbajxhani, të cilat kishin tenderin, bankrotuan dhe gjithçka u bllokua. Ndërsa ambasadori evropian për thirrjen e fundit për koordinim dy partive maqedonase që të shkëmbejnë edhe sot akuza për çështjen e kodit zgjedhor, VMRO DPMN ka bërë të ditur se bllokadat që LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja po i zbatojnë në kuvend për ndryshimet e kodit zgjedhor janë të drejtuara drejt për drejt kundër qytetarëve, sidomos atyre në diasporë. Në anën tjetër, LSDM thekson se gjendrimi i tyre është i qartë, ndërsa nuk kanë asgjë për tu pajtuar me Levicën. Partia në pushtet VMRO DPMN ka bërë të ditur se bllokadat që LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja po i zbatojnë në kuvend janë të drejtuara drejt për drejt kundër qytetarëve dhe se viktima më e madhe e politikës së tyre të papërgjegjshme është diaspora maqedonase, e cila sipas tyre edhe një herë është lënë në plan të dytë për shkak të interesave të ngushta partijake të LSDM-s, Levicës dhe BDI-s. VMRO tha se me bllokimin e zgjidhjeve ligjore për përmirësimin e shërbimeve për diasporën, LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja tregojnë se interesat politike janë më të rëndësishme për ta sesa nevojat e qindra mijëra qytetarëve maqedonas jashtë vendit. Diaspora maqedonase prej vitesh jep një kontribut të madh në zhvillimin e shtetit. Ajo investon, ndihmon familjet e saj, krijon mundësi për lidhje të reja ekonomike dhe promovon Maqedoninë në mbar botën, në vend që të mundësojë shërbime më të shpejta, më efikase dhe më të çastshme. LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja vendosën të bllokojnë proceset për lehtësimin e votimit dhe miratimin e kodit të ri zgjedhor. VMRO njoftoi se synimi i tyre është një administratë moderne, efikase dhe e qasshme, e cila do të jetë një shërbim i vërtet për diasporën. Ndërkohë, nga partia opozitare LSDM thonë se ky është një reagim i pritshëm nga një parti që përpiqet të krijojë përshtypjen e një uniteti opozitar, ndërsa në realitet promovon agendan e Hristian Mickovskit. Qëndrimi sipas LSDM-s lidhur me kodin është i qartë dhe i padiskutueshëm dhe se nuk ka asgjë për t'u harmonizuar me Levicën.
Ne nuk do të pranojmë propozimet që hapin hapësirë për manipulim zgjedhor, veçanërisht kur bëhet fjalë për votimin e diasporës edhe për modele që favorizojnë një parti në dëm të zgjedhjeve të drejta dhe transparente. Levica, si parti satelite e VMRO-s, nuk ka legjitimitet të përfaqësojë opozitën dhe as të diktojë agjendën e saj. LSDM-ja ka theksuar se roli i tyre gjatë periudhës së kaluar është më se i qartë të ushtrojë presion ndaj partisë opozitare që të pranojë zgjidhje që janë në interes të Mickoskit e jo në interes të zgjedhjeve të drejta. Ata thonë se nuk do të marrin pjesë në çfarë do koordinimi që synon të fshehë problemin e vërtet që VMRO dëshiron një kod zgjedhor që do t'i mundësojë të kontrollojë dhe të manipulojë rezultatet zgjedhore. Gjykata themelore penale në Shkup e liroi nga akuza ish kryeministri Nikola Gruevski për rastin Talir 2 që kishte të bënte me tejkalim të kompetencave zyrtare dhe financim të kundërligjshëm të ndërtimit të selisë partijake të VMRO-DPMN-s. Gjyqtarja Daniela Aleksovska gjatë shpalljes së gjykimit deklaroi se për këtë rast duhet të merren parasysh ndryshimet në kodin penal të vitit 2023 si dhe ndryshimi i aktakuzës që pasoi. Në prill të këtij viti lëndën Talir 2 e mori prokurori Kristian Smilevski nga prokuroria themelore publike në Shkup pas dorëheqjes së prokurorës Lençe Ristovska. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski sot së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vend Mihailis Rokas mori pjesë në promovimin e automjeteve dhe pajisjeve të reja, një donacion nga Bashkimi Evropian që synon të rrisë kapacitetet e Inspektoratit Shtetëror të Transportit me një vlerë totale prej 700.000 eurosh. Nikolovski theksoi se kjo është një mbështetje e rëndësishme që do t'i mundsojë inspektoratit të kryejë punën e tij shumë më efikasitet dhe të mbulojë të gjithë territorin e vendit. Çmimet e naftës janë rritur mbi $85 për fuqi të martën, duke arritur nivelin e tyre më të lartë në gati një muaj pasi sulmet e SBA-s ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe ndërprerjet e transportit përmes ngushticës së Hormuzit rritën shqetësimet për furnizim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se forcat amerikane po synonin aftësitë ushtarake të Iranit të lidhura me ngushticën e Hormuzit dhe rivendosnin një blokadë ndaj Iranit dhe anijeve që bëjnë biznes me Teheranin. Trump tha gjithashtu se Washingtoni kërkon rimbursim nga vendet e gjirit që përfitojnë nga mbrojtja e SBA-s për ngushticën, duke përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin dhe Bahrejnin. Përshkallëzimi ka intensifikuar shqetësimet për ndërprerjen e mundshme të dërgesave të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm përmes një prej rrugave më të rëndësishme të tranzitit të energjisë në botë. Deklarata e ministrës serbe të administratës publike dhe veçeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, e cila tha se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998 do ta spastronte etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagime në Kosovë. Ministri punës, familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare Andin Hoti ka thënë se kjo deklarat tregon që Serbia nuk është të çliruar nga ideologjia gjenocidale. Babai i yt ideologjik Miloševići provoi të njëjtën gjë në Kosovë, por përfundoi para drejtësisë ndërkombëtare, ndërsa Serbia u largua nga Kosova me bisht ndërshal, ka deklaruar ministri Hoti. Gjatë luftës në Kosovë konsiderohet se u vranë mbi 13.000 persona, rreth 1 milion shqiptar u dëbuan nga vendbanimet e tyre, ndërsa vazhdon të mbetet i panjohur fati edhe i mbi 1.500 të zhdukurve. Ka reaguar edhe Bashkimi Evropian, i cili thekson se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon dhe mbështet spastrimin etnik. Zëdhënësia e BE-s tha se Unioni pret nga të gjithë liderët që të sillen me përgjegjësi dhe të përmbahen nga çdo retorik nxitëse dhe njëkohësisht të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi të besimit dhe stabilitetit rajonal.
Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka reaguar pas deklaratës të ministrës për pushtetin lokal Snežana Paunović. Kamberi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë. Një deklaratë e tillë nuk mund të konsiderohet e izoluar, ajo është rezultati i mohimit sistematik të krimeve të luftës, glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës, relativizimit të vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe revizionizmit të historisë, ka shkruar ai. Kamberi ka thënë se për shqiptarët e luginës së Preshevës deklaratat të tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbëjnë një burim shtesë të pasigurisë. Lajmi i tenisit ishte i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.